Gjejmë vlerën e x, nëse ju është të dhënë 3x minus 1 përmbi 2 barabartë me x plus 3 përmbi 3. Hapi i parë, shumëzoni kryq. Hapi i dytë, zbërtheni shprehjen duke shumëzuar. 3 herë 3x 9x minus 3 herë 1 3 baras me 2 herë x 2x 2 herë 3 6 plus 6. Kaloni ndryshorët majtas duke ndryshuar shenjën të kundërt dhe numrat djathtas. 9x minus 2x kryeni veprime me kufizat e ngjashme. Veçoni x-in. Pra vlera kërkuar e x 9 të 7. Në të njëjtën mënyrë, po të doni, ju mund të zgjidhni